Për shumë vite e kam mbajtur këtë histori me vete, nga frika se ata do vinin dhe do më marrin prapë vajzën. Ka njerëz që më kanë gjykuar pa e ditur të vërtetën, ka njerëz që kanë dëgjuar vetëm një anë të historisë. Madje ka pasur edhe nga ata që më kanë quajtur nën të keqe, kurv, e padenjë për të qenë nën, bashkëshorte apo nuse. E gjitha nga nëna e bashkëshortit tim, nga ajo që i thoja mama. Askush nuk e di çfarë kam kaluar unë. Ato pak herë që kam tentuar të flas me familjen time, as ata nuk e kanë besuar. Madje më kanë qortuar se nuk flitet ashtu për Vjerën, as motra, as kunatat, as një. Askush nuk e di si është të humbasësh vajzën tënde ndërsa je ende gjallë. Ta humbasësh se Vjera, gjyshja e fëmijës tënd nuk të pranon, të keq trajton. Burri yt, babai i vajzës bëhet palme të, dhe këtu nis kalvari vuajtjeve për mua, kalvari i ferrit. Gjithçka filloi kur isha 24 vjeç. Në atë kohë punoja në një dyqan veshjesh në qytetin ku jetoja. Nuk kisha një jetë luksoze, po isha e lumtur, kisha shoqet e mia, familjen time dhe ëndrat e mia si çdo vajzë tjetër. Kisha mbaruar gjimnazin dhe nuk e kisha ndjekur të lartën, se familja nuk kishte lek të më çonte në shkollë në Tiranë. Sado që u përpoqja të mblidhja lek, ishim shumë fëmijë dhe nuk mjaftonin. Disa do t'i lija në shtëpi tek mami, disa, të gjitha do t'i lija në shtëpi. Nuk isha patur asnjëherë të dashur, kisha patur një njohje, një pëlqim, por që nuk u finalizua në lidhje asnjëherë. Për martesën nuk mendoja shumë, nuk e kisha atë presionin e ikjes së moshës, edhe pse shumë të afër më rrinin mbi kokë, ç'bën, lëviz. Familja kishte tentuar disa herë të më bënte mbledhsëri, po ishin prishur rrugës, derisa njoha ata, burrin tim të ardhshëm. Ai ishte 4 vite më i madh se unë, kishte mbaruar shkollën në Tiranë, familjen e kishte në Tiranë dhe kishte ardhur në Elbasan për punë. Kishte një punë shumë të mirë, nuk po e them se ku, se nuk duhet të jap shumë detaje, më kuptoni ju lutem, po mjaft e kam të vështirë të kthehem në ato vite, nuk dua që dikush të marrë në telefon pas kësaj interviste të më thotë mos ishte gjë tjetër ajo. Kam një vajzë, ju thash, që nuk dua ta humbas. Edhe pse gjërat kanë ndryshuar, unë prapë jetoj me frikën se një ditë do të vi të më marrë ish Vjera bashkë me burrin dhe gruan e tij të re. Nuk dua që vajza ime të rritet me një erk me maman gjallë. Ndaj, sa më pak detaje, aq më mirë. Në qytet ai njihej nga të gjithë. Ishte një djalë i qetë, punëtor, një jon ishte krejt e rastësishme. Një ditë mu desh të shkoja te puna e tij për një situatë që kisha dhe ai më shërbeu. Nuk ishte detyra e tij, sa ishte si tip mbikëqyrësi, drejtori, po edhe erdhi dhe më ndihmoi. Ai kohë më vonë thoshte se ndjeu diçka sapo më pa. Ai më ndihmoi atë ditë dhe i mbajti mend të dhënat e mia. Për mua atë ditë nuk ndodhi ndonjë gjë e jashtëzakonshme, madje mua as më hyri në sy në atë kuptim. Thjesht më pëlqeu pritja që më bëri dhe që më ndihmoi. Asnjë dashuri me shikim të parë, asnjë skenë si në filma, derisa një ditë besoj pas 4-5 ditësh më vjen një kërkesë për miqësi në Facebook. E njoha nga foto. E pranova ftesën dhe që aty nisëm të flisim online, filluam pak nga bak të njiheshim. Dolëm për kafe disa herë, më merrte në telefon çdo mbrëmje. Flisnim për planet tona, për familjet, ishim puthur dhe ishim zyrtarisht në një lidhje. Dhe një vit të lidhur, ai duhet të kthehej në Tiranë me punë pas u transferua dhe lidhja jonë u bë pak më e vështirë sepse ishte distancë. Nuk ishim larg, ishim sa që janë sot 2 lagjet në Tiranë me trafik, por rutina e punës na e bënte të vështirë. Më të vështirë e kishte ai se i duhej që të vinte në pasdite darkë, unë duhet të gënjeja familjen që të qëndroja me të, kështu që një ditë vendosi të vinte në shtëpi dhe takonte prindërit e mi që të kishim ato hyrje daljet. Më prezantoi me familjen e tij, babain e kishte Florin, ndërsa mamaja që herën e parë që na erdhi në shtëpi kishte një stepje, sikur i vinte ndot nga shtëpia. Qërasma nuk i futi në gojë, ishte pak e çuditshme. Por nuk i vija faj sepse nuk më njihte dhe mbase djali i vetëm mes motrash, e kishte me merak mendoja. Nuk më merrte mendja se ajo e kishte fiksim të sëmur me djalin e saj, aq sa i shkatroi martesën. Ne u martuam. Unë atë kohë isha 2 muajsh shtatzënës dhe para se të vendosnim të bënim dasma, Vjera më tha ta hiqja fëmijën. Nuk na shkon me zakonet, tha që nusja të jetë shtatzënë ditën e dasmës, sepse nusja duhet të jetë e pastër deri ditën e dasmës. U shokova. Ja tregova këtë burrit dhe më tha mos ia vija veshin sepse është e dhënë pas zakoneve. Nuk e kuptova në atë moment se edhe qëndrimi i tij që nuk ja kthente nënës asnjëherë do ishte shumë i rrezikshëm më vonë.
Asë nuk ja ktheja, më vinte turp edhe pse ndihesha keq dhe mbyllesha në dhomë me çaj. Në atë kohë besoja se kisha gjetur njeriu me të cilën do të kaloja jetën dhe vetëm ideja që do të jetonin bashkë më lumturonte. Nuk e dija se martesa ime nuk do shkatrohej nga burri, do shkatrohej nga dikush tjetër, nga nëna e tij. Dhe se qëndrimi në një shtëpi me atë do të ishte fundi për ne. Ju thash që paradasmës kisha vënë disa gjëra, por nuk ju kushtova rëndësi. Sa herë që shkoja në shtëpinë e tyre, Vira sillej shumë ftohtë me mua, nuk më ofendonte, nuk më bërtiste, por kishte diçka në mënyrën se më shikonte, sikur po më vlerësonte, sikur po kërkonte një arsye për të mos pëlqyer dhe kjo nuk zjati shumë. Shpejt kuptova se ajo nuk ishte qenë dakord për martesën tonë, sepse më quante të pashkollë krahasuar me djalin e saj. Edhe pse unë anglisht, italisht dhe gjermanisht në vlisja ujë në mënyrë autodidakte. Përpiqesha shumë të lexoja, të punoja me veten, ai nisi të më vinte në pak që nuk kisha idejnë për ta. Një ditë, kur burri im doli nga dhoma për të folur në telefon, sa ishim martuar, më tha, ti të gatuash ti apo je mësuar me përshesh? Pyetja më habiti, ishte shumë tinzare si pyetje dhe miku truri. Po i thash thjesht po. Ajo me ironi qeshi dhe më tha, shpresoj se djali im është mësuar të hajë mirë. Më la një shije shumë të keqe, por ky ishte vetëm fillimi. Unë nuk punoja në atë kohë sepse shtatzënë edhe me burrin kishin vendosur që pasi të lindja të shinim ndonjë punë dhe shpesh rria vetëm me të në një shtëpi derisa të vinte burri nga puna. Zura shoqëri me një vajzë parukiere, dilja her pas here poshtë e isha mendjen, kur një ditë ajo më ndaloi të takoja. Kisha duruar deri në ato momente, por nuk e mbajta dot veten. Mbase edhe hormonet bën të vetën. Ja ktheva dhe i thash se ajo nuk mund të vendos me kë shoqërohem sa herë dal nga shtëpia. Ajo nuk foli. Unë ndjeva keq se mos i isha kthyer keq sepse më bëri përshtypje që e qapi gojën, por ajo i kishte thurrur planin atë kohë. Kur burri erdhi pas punës në shtëpi, ajo ankua dhe që unë i kisha bërtitur, madje e kisha shtyr sepse ajo më kishte këshilluar që të mos shoqërohesha me parukierin e lagjës sepse të gjithë ja bënin me gisht për namin e keq që kishte. Unë i fola për mirë, i tha burrit tim, por ajo gati sa s'më hodh në fyt. Dhe kaq mjaftoi që ne të bënim sherrin e parë. Ai nuk më besoi, e hithe fajin hormoneve dhe nisi të më akuzonte se nëna e tij më donte të mira dhe se unë nuk mund të shoqërohesha me kurrë parukiere. Që pas asaj dite nuk e takova me shoqen, nisi burgu për mua. Problemet ishin një ditë po e një ditë jo. Ajo refuzonte të hante kur gatuaja unë, sepse thoshte, ka merak mos më ke hedhur diçka. Dhe burri më hakrej, mua çfarë ke bërë nënës që të ka frikë, më thoshte. Ajo nuk e fshikte, më urrente dhe unë nuk e kuptoja pse më urrente ai shumë. Më thoshte, nuk di të lash e të shplash, s'të ka mësuar nëna atë, s'të ka mësuar nëna këtë. Nuk e di çfarë pa djali im të ty, ka patur vajza 100 herë më të mira në krah, ke mendje të telefoni. Kur të lind vajza nuk do të lë ta edukosh se e fut në rrugë të keqe, e pa shkollë, e shumë të tjera. Në mëngjes zgjesha herët për të bërë punët e shtëpisë, edhe pse çohesha herët, pastroja, laja, gatuaja, përpiqesha shumë të bëja gjithçka si duhet, por për atë asgjë nuk ishte mjaftueshëm. Nëse fshija dy shamena, o gjente një cep që nuk ishte pastruar mirë. Nëse laja rrobat, ajo i kontrollonte sikur të ishte inspektore. A fliste me burrin për këtë situatë? Po si jo, çdo herë. Madje një natë që ishte me të mira se duhet isha e kujdesshme edhe me të, sepse ai ishte shumë i lidhur me maman. I thash, të jetoni më vete. Ai u bë tym, kapshova gjuhën. Nisi të më akuzonte që nuk doja nënën e tij. E qepa prap, kisha frikë mos prisha martesën. Kisha frikë për vajzën që të tritej pa baba sepse e kisha menduar edhe të ikja nga shtëpia, por nuk mundja. Dhe vetëm shpresoja se një ditë çdo gjë do të bëhej mirë. Çdo gjë po bëhej keq e më keq. Sidomos kur lindi vajza. Por do kaloj atje. Por ajo që më bënte shumë të vuaja, të fusja kokën jastëke të qaja, ishte edhe fakti se me njerëzit kur na vinin për urim sillej krejt tjetër, më shite në sy. Gjë që nuk e bënte kurrë, më thoshte vajza ime. Ishte gjithçka shtirje komplet. Dhe ky desh më vonë për të ndërtuar skenarët se unë isha nusja e keqe dhe ajo vjera ideale. Të gjithë mendonin se kisha vjerën më të mirë në botë. Vetëm unë e dija se çfarë ndodhte sa po mbyllej dera, sharet e saj, kërcënimet e saj, madje edhe goditjet e saj. Kur lindi vajza, mendova se gjithçka do ndryshonte.
Mendova se ardhja e një fëmije do të bashkonte familjen, po jo. Nuk mjaftonte Vjera, por kisha edhe kunata si çeka mbi kokë. Nuk bëhet bebi ashtu, nuk bë ushqen, nuk e qumësht më thoni dhe unë vetëm qaja. Kulmi ishte që ajo vendosi të flinte në një dhomë me ne edhe me vajzën e porsalindur, nuk pranova. Burri më tha që është më mirë se e kemi ndim natën se nuk kemi eksperiencë. Vuaja i qaja, mallkoja veten, kafshoja veten, por isha vetëm një lehon, akoma nuk I kisha bërë 40 ditë. Ajo flinte me ne. Qante bebi a u qoj me vrap. Kur qoesha unë e gjeja me vajzën në krah dhe më thoshte të zuri gjumi, palo nën, fëmija qanti fle. Nga stresi miku I qumshti. Nuk kisha më dhe aty nisi një tjetër tortur për mua. Fillova t'i besoja edhe vetë fjalët që më thoshte ajo që nuk isha idenë se nuk po ushqeja dot, më sinte gjumi me të në krah. Ajo u bë më e fiksuar me vajzën, nuk më linte ta puthja, imagjino çfarë të merri, o Zot, mos e përjetoft njëri dhimbje të tillë. Kur vinin njerëz për të muruar për vajzën, unë lumturohesha sepse ishte I vetmi moment që unë rria me vajzën, që I ndjeja aromën, e puthja dhe e ndjeja shikimin e saj me cepin e syrit. Ndërsa burri kishte gjithmonë një justifikim. Është bërë gjyshe, shumë e lumtur, mos ja vire. Nëse këmbgulja më sulej me kërcënonte që do ma merrte vajzën nëse e mbaja larg familjes së tij. Dhe ashtu bëri vërtet. Vetëm se unë nuk përpoqja në asnjë moment të mbaja vajzën larg familjes së tij, edhe pse bënte 1001 të zeza. Asnjë moment nuk e mbajta dot në krah ta nuhasja kur ishim vetëm në shtëpi. Nëse e merrja në krah vinte pas pak dhe ma merrte. Nëse ushqeja rrinte mbi kokën time duke më treguar çfarë duhet të bëja. Nëse vajza qante fajin e kisha gjithmonë unë. Nuk po mban siç duhet, nuk po kujdesesh siç duhet. Nuk di të jesh nën. Nuk po e duroja dot më. Një ditë, I luta burrit të shkonim te familja ime për një vizitë me vajzën. Ajo ishte 2 muajshe dhe prindrit e mi nuk e kishin parë që ditët e para të lindjes, sepse vjera ime I thoshte mamit që po e ruan vajzën nga bakteret, mirë është mos të vini, dhe ata nuk vini sepse për ata ajo I dinte më mirë. I luta burrit, por vjera nuk në la. Jam mbushi mendjen që ishte e rrezikshme për vajzën sepse nuk ishte marrë akoma peshën e duhur dhe sigurisht për fajin tim. Ato ditë ato nete laja krevatin me lot, ndihesha sikur gjithçka që bëja ishte gabim, ndihesha sikur nuk vleja, ndihesha sikur në atë shtëpi nuk kisha nën, isha thjesht dikush që duhet të dëgjonte urdhra. Kisha vajzën, gjithë botën dhe sërish më duke që nuk ishte imja, nuk e meritoja. Kam kaluar në një gjendje shumë të rëndë emocionale dhe besoj që do kem qenë në depresion. Një ditë burri e pa që nuk isha mirë. Ju luta sërish të shkonim të prindrit ose të dilnim të merrnin pak ajër, a ju bind. Vjera nuk ishte dakord, por vendosi të vinte me ne si një mas paraprake për të ruajtur vajzën. Shkuam te prindrit e mi. Një moment, shkoj në kuzhinë aty ku mami përgatiste gjërat që do nxirrte në tavolinë. Gjeta një moment vetëm e dhe thash që nuk jam mirë, por filloja ta mendoja vërtet Alia burri nëse ai nuk do dilte në shtëpi me vete. Mami më vuri dorën në buzë, mos të dëgjoj më tha, ti bindesh Vjerës se e ke zonjë. Të gjithë e mburrin, ke padur fat, e ke ndim, ndaj mbyll gojën dhe rjurt. E dija që me mami nuk do t'ishte I lehtë. Ajo e kishte të rëndë nëse unë I flisja keq për Vjerën. U kthyem në shtëpi dhe kuptova që isha vetëm. Nisa të jetoja vetëm për vajzën time. Nuk qeshja më si më parë, me si haja, isha bërë kockë lëkur. Por duroja për vajzën. Ajo është gjithçka për mua, ajo është arsyeja pse çohesha çdo mëngjes. Ajo rritej dhe asgjë nuk po shkonte siç duhej. Vjera ime kishte marrë kontrollin e plot mbi vajzën. Filloi të thoshte njerëzve se vajza arrinte më shumë me të se sa me mua. Filloi të tregonte se ajo e rriste, se ajo kujdese për të dhe se pa të, unë nuk do t'ja dilja. Në fillim mendova se po imagjinoja, pastaj fillova ta dëgjoja gjithnjërin më shpesh. Një komshie një ditë më tha, ke fat që e ke Vjerën, ajo po të arrit vajzën. Nuk di as çfarë t'i thosha, sepse askush nuk e dinte se netët pa gjumi kaloja unë, temperaturat I përballoja unë, lotët e vajzës I fshija unë. Fillova ta mendoja seriozisht të ikja bashkë me të. Nisa të bëja një kurs parukerie me 100 sherre, po burri prap pranoi që të merrja një zanat dhe të hapja një sallon. Takohesha fshorës me atë shoqen poshtë, ishte parukiere dhe aty bëja praktikën, pa I treguar asnjëherë që futesha tek dyqani I saj se bëhej nami. Kur vendosi të largohesha?
Kur e kujtoj sot, mendoj se dita kur vendosa të largohem nga ajo shtëpi nuk erdhi papritur. Nuk ishte një vendim i marrë brenda një nate, ishte rezultati i muajve të tërë poshtorimi, lotësh dhe heshtjeje. Ishte rezultati i qindra herëve kur përpiqesha t'i shpjegoja burrit tim se çfarë po ndodhte dhe ai më kthente gjithmonë të njëjtën përgjigje, po egzageron. Një pasditë ndodhi sherrri që ndryshoi gjithçka. Më kishte goditur. Kishte patur raste që më kishte dhënë ndonjë shpull, por ato ditë ishte kulmi. Vajza ishte duke luajtur kur e kujtoj nuk. Vajza ishte duke luajtur në sallon, kur rrëzoi padashi një vazë të vogël që era në kokë. Nuk u thyesh, i shur Zotit. Zemra e gati sa s'më ndaloi. Kur nisa drejt saj rash në tokë, bira më kishte dhënë të shtyr aq të forca që nuk e kuptova çfarë ndodhi. Vajza qante sepse u tremta vetëm kur shikoi mbi mua vjerën, nuk kisha fuqi t'i kthehesha, vetëm mbrohesha. Ai më thoshte nga më të zeza, teksa më godiste më shante, vajza vetëm qante. Aty përmenda dhe e shtyva, ishe gati t'i kthehesha, por Zoti më ndaloi. Shkova te vajza, e mora në krah dhe i thash mjaft. E kërcënova se nëse më afrohej, do t'i kthehesha edhe unë. Vetëm kur erdha në vete pashi kishte marrë vazën në dorë dhe ishte gati t'ia fluturoja në kokë. Nuk folëm. Nuk e lash t'i afroj as vajzës, ajo rrinte me telefon në dorë, më filmonte dhe ato momente i përdorë si armë kundër meje. Kur burri erdhi në shtëpi folëm, ja tregova të gjitha, ju mundua të më qetësonte, por unë ja vura kusht, ose do ikin të jetonin veç, ose unë do merrja vajzën e do ikja. Ai qeshi. Nuk e harroj sa të kem jetë. Qeshi dhe tha qetësohu tani dhe fliste nesër çdo që do ta shikosh ndryshe. Ai fjeti, unë dhe një zgjuar. Nuk ka vënë gjumë në sy. Shiha vajzën e qaja. Ajo ishte nata e fundit që do të kaloja në atë shtëpi e dia. Zbardhi, erdhi mëngjesi, burri iku në punë, vjera nuk mi shiste syt në asnjë moment. Natë ku burri flinte kisha bërë gati çantën time dhe të vajzës. Me të në përkëm nuk do të kisha dalë dot kurrë. Prita kur ajo shkoi në banjë, kisha një çelës ekstra, e mbylla brenda. Mora vajzën në krah dhe ika. Shkova tek ajo shoqja parukiere poshtë. Ajo më pa e kuptoi, mbylli parukerinë dhe më çoi te shtëpia e saj. Nuk vonoi shumë dhe në darkë mbiu policia, bashkë me vjerën dhe burrin tim. Më morën vajzën me arsye timis se e kisha braktisur burrin dhe nuk isha në gjendje të kujdesesha për vajzën sepse isha pa punë. Kishin sajuar histori me dashnor e me drogra, kishin gjetur miqe dhe bën çmos që vajzën të ma merrin dhe mos ta shija për 3 vite. 3 vite. Nuk më lejoj të afrohesha. Fare. Sa afrohesha merri policin, si ti kisha kriminele, por zemra i nënë e gjeti drejtësi. Unë e kisha rregulluar jetën time, kisha hapur një parukeri dhe fitoja mirë. Njoha një avokat dhe ai u mor me çështjen time. Vajza më kthye mua dhe ata që kishin falsifikuar e kishin shkelur ligjin e pësuan të gjithë. Vajza është me mua sot. Unë e lejoj të takoj babain sepse nuk dua të bëhem si ata, nuk dua t'ja mohoj vajzës time të ri me babain. Kur të rritet ajo vendos vetë, por nuk dua të më kujtoj si ata. Secili bën zgjedhjet e veta, unë kam shpëtuar për tyre dhe kam atë dhuratën më të bukur. I kam lënë pas, edhe pse më dridhet trupi kur i kujtoj, si mundet njeriu të drojë aq shumë, se di.